Jo, me pretendime me bota kanë hija të zgjidhje, po. Jo, e kam fjalën që ai e kishte komoditetin e gjuhës, të cilin nuk e kishte zoti Kurti që po i priste 500.000 vota. Unë e kuptoj gjuhën e Kurtit ndoshta përgjatë fushatës, nuk e kuptoj pas fushatës. Dhe këtë besoj që nuk është ka përdinë askush, as opinioni publik është e pakuptueshme që pas fushatës të kesh një gjuhë kaq nuk e di, kaq ofenduese. Çka nëse ka qenë e qëllimshme? Po çuose ka qenë e qëllimshme, ne jemi në qëllimin e zotit Kurtit dhe këtë opinioni publik le ta vlerëson vet. Ajo që desha të them, më fal, zoti Gjoci, desha të them për unë jam i bindur se po të ndodhte një gjë e tillë, po e zëm në Francë apo diku tjetër, në gjykata kushtetuese, siç e thash më herët, në një moment të caktuar me një kërkesë, se si bën kërkesat është një çështje tjetër, po me një kërkesë ajo do ta quante me të vërtetë abuzim me të drejtën, që e ka në këtë rast propozimin e kryeparlamentarës. Është me të vërtetë një situatë ku po përdoret një teknik juridike ose një moment në një abuzim të pafund për qëllime, mund të jenë qëllime komplet të caktuara të zotit Kurti, po ku mbetet çështja dhe interesi i vendit. Dhe unë besoj që në këtë aspekt do të vlerësoj qytetari, sepse një njeri i cili do të formojë qeverinë dhe institucionet të ketë qëllime të tilla është e pakuptueshme. Dhe kjo është çështja që duhet me të vërtetë të diskutohet dhe të thuhet. Nuk ka papërgjegjësi më të madhe se në këtë rast unë nuk kam pa diskreditim më të madh të institucioneve se sa ka bërë zoti Kurti në këto 25 vjet e fundit. Përfshi edhe ato ku e ka sulmuar prokurorin, gjyqin dhe unë shtroj pyetjen vërtet dhe me drejtë e keni, ku janë qëllimet e këtij njeriu? A e ka për qëllim që ta diskreditoj Kosovën si shtet të pavarur, si histori të suksesit, si institucione, të humb kredibilitetin e saj në arenën ndërkombëtare, përfshi faktikisht brenda opinionit publik, ku sot lexova në lajme që janë 106.000 qytetarë më pak të punësuar në Kosovë vetëm në 3 muajin e fundit. Kjo çështja e punësimit varet cilat lajme i lexon, ose ai lexon qeverinë ose qeverinë e tyre. Po lexoj unë qeverinë, unë po lexoj faktikisht Trustin. Në regjistrimet e Trusit nuk jam duke lexuar as qeverinë as opozitën, nuk ka aty problem, po kthehemi prapë te ato që janë objektive, jo perceptuese, sepse perceptimi le ta lëmë në janë, nuk përdoret perceptimi në këtë rast, jemi në fakte objektive. Dhe faktet objektive i flasin këtë. Jo që thot qeveria, që thot Labinoti, që thot zoti Haradinaj e tjerë e tjerë. Dhe objektivisht këto janë fakte. Dhe mendoj që është guxim qytetar, intelektual, edhe për analistët, edhe për mediat, po edhe për të gjithë profesorët të universitetit të tjerë që të marrin pozicion se është i vetmi vend ku nuk marrin pozicion mbi faktet. Jo mbi pozicionet politike të partive politike të njërës apo të tjetërit krah. Dhe kjo ajo që mungon dhe që e kam thënë edhe ndoshta në studio tjera, është guximi qytetar, ndoshta qytetari në kuptimin e parë të fjalës, që ta thot drejt, që kjo është e drejt, kjo është e padrejt. Do të gjeni problemi është këtu që qytetarët kanë folën zgjedhje. Tani ne mund të thrasim